Pas 4 ditësh, ku kishte dal nga shtrati, lumi Vjos është tërhequr plotësisht këtë të diel, duke rikthyer situatën drejt normalitetit. Vjosa mund të konsiderohet tashmë në shtratin e saj, teksa niveli i lumit ka pësuar rënje drastike në krahasim me të premten, por edhe të shtunën. Sipas matjeve të fundit, niveli i Vjosës ka zbritur në 4 metra, duke zhdukur rrezikun e menjëhershëm për zonat përreth. Në uljen e nivelit të lumit Vjos kanë ndikuar prurjet në rënje, prurjet të cilat vinin nga zona e Memaliajt, por edhe Përmetit, të cilat janë në ulje të konsiderueshme, duke u reflektuar në këtë mënyrë edhe në Vjos. Rreziku mund të quhet tashmë i kaluar, pasi uji është tërhequr nga pazari i vjetër i Mifolit, duke liruar territorin e tregut të përjashëm tek kura e Mifolit. Gjithashtu, edhe në banesa dhe toka bujqësore, ku ka patur më parë prezencë ujë, tashmë nuk ka më gjurmë të përmbytjeve. Nivelet e lumit Vjos janë aktualisht edhe në Përmet në kuotën e 2.4 metrave, por edhe në Memaliaj në kuotën e 3.5 metrave, ndërsa mëngjesin e erë të kësaj të diele, niveli në urën e Mifolit ka qenë 5.5 metra, por më pas rastërisht duke shkuar në kuotën e 4 metrave dhe duke dalë totalisht nga zona e rrezikut. Rënja e nivelit të lumit Vjos filloi që prej ditës së shtunë. Prej të premtes në të shtunën, niveli ra nga 8.3 metra në 6.5 metra, ndërsa gjithashtu prej ditës së shtunë në këtë të diel nga 6.5 metra në 4 metra. Ulja e ndjeshme e nivelit, por edhe prurjet me intensitet minimal, bën që në njësinë administrative të Novoselës të tërhiqeshin forcat e ushtrisë, mbrojtja civile, por edhe shtabi i emergjencave civile në Bashkinë e Vlorës. Dëmet janë të konsiderueshme, por janë tashmë në toka bujqësore dhe kryesisht oboret e shtëpive të përmbytura më parë. Momentalisht, problem mbetet Balta, e cila gjendet kryesisht në toka bujqësore, por edhe oboret e banesave të përmbytura. Ndërkohë që banorët e shtëpive, të cilat janë përmbytur, janë rikthyer sërish në banesat e tyre, pasi u evakuan prej 4 ditësh, ku vendosën u streuan tek të afërmit e tyre.